Kryetari i Bashkisë Shkodër Benet Beci inspektoi ecurinë e punimeve në shkollën vjeçare Ismail Qemali, e cila po i nënshtrohet një rekonstruksioni tërësor sipas standardeve moderne të infrastrukturës arsimore. Sipas kryebashkut Beci, investimi synon të krijojë kushte bashkëkohore për rreth 900 nxënës, të cilët pritet të nisin vitin e ri shkollor në një mjedis tërësisht të transformuar. Ai theksoi se puna po vjen me ritme të mira, me objektivin që projekti të përfundojë në kohë. Kjo është një nga ndërhyrjet më të rëndësishme, thoya, që Bashkia së Bashku me Ministrinë bën në sistemin e shkollave. Siç e dini, kemi tash disa shkolla që kemi përfunduar, Kolidromenon, Ndre Mjedën dhe sot jemi te Ismail Qemali. Është një ndërhyrje transformuese, është një nga shkollat më të mëdha, janë rreth 900 nxënës dhe ky rekonstruksion është total i shkollës. Ka mbetur vetëm koncepti paraprak, dhe gjithë pjesa tjetër është transformuar me palestra, me dhomat e shërbimit, me gjithë infrastrukturën e re, sigurinë teknike, do thoya tamam modeli i një shkolle standard europian që po bëhet, me një projekt të shkëlqyer, do thoya që na është dhënë nga një nga kompanitë më të famshme europiane. Do të jetë një krenari, do thoya, për Shkodrën, ashtu si kurse e keni parë në gjithë infrastrukturën që po zhvillohen për shkollat, për kopshtet, për çerdhet, dhe kjo do të jetë një, do thoya, kulminacion i estetikës edhe i standardeve më të mira të një shkolle për rinin. Gjithmonë për Shkodrën rinia dhe fëmijët kanë qenë prioritet, për Bashkinë e Shkodrës ky është një investim kryesor. Shpresojmë dhe po punojmë që ta mbarojmë para sezonit, në mënyrë që fillojmë sezonin e ri me nxënësit 900 nxënës do të kenë ambiente të reja të shkëlqyera për të vazhduar mësimin. Investimi në shkollën Ismail Qemali është pjesë e vizionit të Bashkisë Shkodër për forcimin e infrastrukturës arsimore dhe përmirësimin e kushtet të mësimit për brezë të rinj, duke konsideruar arsimin si bazën e zhvillimit të qytetit.